Edi dhe Dolca gjenden sërish pranë njëri tjetrit, ashtu si dikur, sikur koha të mos kishte kaluar kurrë mes tyre. Afërsia e tyre nuk është e sforcuar dhe as e planifikuar, ajo vjen natyrshëm, si një rikthim i heshtur tek diçka që kurrë nuk është shuar vërtet. Edi duket i qetë, i çliruar, me një buzëqeshje që i ndriçon fytyrën dhe që tregon qartë se sa mirë ndihet në praninë e saj. Dolca, nga ana tjetër, është e buzëqeshur, me atë qetësinë e ëmbël që të jep vetëm ndjenja e sigurisë pranë njeriut që do. Mes tyre ndihet një energji e veçantë, një lidhje që nuk ka nevojë për fjalë të mëdha. Janë shikimet që takohen shpesh, janë gjestet e vogla. Janë ato pauza të shkurtra në bisedë ku gjithçka duket se thot më shumë se çdo fjali. Në sytë e tyre ka dritë, ka mall, ka dashuri të pashuar, një ndjenjë që ka ditur të presë pa u ankuar. Në një moment, Dolca, me një buzëqeshje lozonjare, i thot Edit, më ngacmuan. Dhe unë reagoj. Tonin e ka të lehtë, sikur po ndan diçka të vogël, por reagimi i Edit vjen menjëherë. Ai e sheh drejtë në sy, serioz për një çast, dhe e pyet, pse, kush të ngacmoi? Zëri i tij është i qetë, por brenda tij ndihet një mbrojtje instinktive, një kujdes i thellë që nuk ka nevojë të shprehet me fjalë të forta, pastaj shton, me një siguri që të bën të buzëqeshësh, se nuk i ka shanset kush të ngacmoj ty. Edhe una është këtu. Në ato fjalë ka xhelozi të ëmbël, por mbi të gjitha ka dashuri dhe respekt. Është ai lloj reagimi që vjen vetëm kur ndjen se dikush është i yti, pa pasur nevojë ta thuash me zë të lartë. Dolca shpërthen në të qeshura, dhe pas saj qesh edhe Edi. E qeshura e tyre është e sinqertë, e pastër, ajo që vjen nga rehatia që ndjen pranë dikujt që të njeh vërtet. Në atë çast, çdo distancë që ka ekzistuar mes tyre duket se zhduket. Nuk ka më dyshime, as fjalë të pathëna. Ka vetëm dy zemra që rrahin në të njëjtin ritëm, sytë e tyre vezullojnë nga dashuria, nga gëzimi i thjeshtë i të qenit bashkë, nga ajo ndjenjë që nuk shuhet as me kohë.